mundet ta rikthejë edhe një herë për ta mbledhur. Unë besoj, në rand por besoj në pafajësinë, sepse e di çka përfaqësojnë shokët tonë që janë tash në gjykatën e Hagës dhe të cilët po presin për verdiktin definitiv apo verdiktin final të atij trupi gjykues. Unë jam shumë i bindur që rikthimi i tyre do të rikthejë dhe do të bëjë një mobilizim dhe një rirreshtim komplet të elektoratit, jo vetëm të atyre që sot janë formalisht në radhë të Partisë Demokratike, po edhe të tjerë të cilët besojnë në forcën, që besojnë në krejt të bëmat e shokëve tonë që tani janë në Hagë dhe që kanë një besueshmëri të lartë që ata mund të vazhdojnë misionin e tyre që e kanë pru deri aty deri te pavarësia e Kosovës edhe më të tjerë për zhvillimin e vendit. Unë besoj në rikthem, unë besoj që domosdoshmërisht ata njerëzme që edhe mosha e tyre është moshë që premton për një angazhim apo vazhdimsi në angazhimin për ndërtimin e Kosovës, sidomos është obligim i tyre edhe obligimi i gjithë neve në rrethonat kur në pushtet tash është etablu një strukturë e cila thellësisht premton perspektivën e Republikës Kosovës në çdo plan. Doktor, për ta mbyllur këtë pjesën e listave, ju keni marrë garancinë nga kryetari apo kryesia që do të jeni, pra presim që emri juaj të jetë aty kur të zyrtarizohet? Po nuk ka çështje garancie, po është çështje për të cilën unë mendoj që për Partinë Demokratike jam i dobishëm dhe mendoj që identifikimi im me Partinë Demokratike është identifikimi me shtëpinë të cilën e kemi ndërtuar bashkërisht dhe që prezenca ime në listë, përkatësisht angazhimi im në këtë përpjekje për të rirreshtu në strukturën e ardhshme pushtetare e ka ndikimin për aq sa nuk mendoj që do të jem apo do të kontestohem nga njerëzit në udhëheqjen qendrore të Partisë Demokratike. Doktor, mendoni që këto zgjedhje do ta zgjidhin krizën? Edhe pse PDK-ja është parë në zgjedhjet e fundit gjithmonë ka qenë e mënjanuar larg këtyre intrigave, vetvendosje LDK, koalicioni, listat, emra që qarkullojnë, elektorati sa ndej këtej, pra ka qenë si jashtëloje? T'ju them të drejtën, mirë është që Partia Demokratike nuk ka qenë jashtëlojës, po ka qenë mjaft konstruktive. Problemin kryesor që e ka sjell që mos të rregullohen çështjet në strukturimin e një qeverisje, përkatësisht që mos të zgjidhet me kohë dhe presidenti faktikisht e ka shkaktuar kryesisht Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës me mosgatishmërinë e prerë të saj për të renditur me një forcë opozitore e cila do ta lëkunte Albin Kurtin, faktikisht ka shkaktuar krejt këtë proces i cili pastaj rezultoi me një zvarritje deri tek mos zgjidhja edhe e presidentit. Nisoj Lidhja Demokratike dhe lëvizja vetvendosje të njëjtin bazament e kanë të ngritjes së tyre dhe bazamenti i tyre është avokimi të qytetarët apo të popullata për t'i mbrojtur nga padrejtësitë që dikush po ja sjell. Unë mendoj që njësoj si Lidhja Demokratike ashtu dhe lëvizja vetvendosje kanë pas një rol të destruksionit përkitazi me përpjekjet për të bërë pjesë e skemave që e kontestojnë substancën çlirimtare të Kosovës dhe që ajo është tani në gjykatën e Hagës. Afërsia më e madhe se e lëvizjes vetvendosje dhe e Lidhjes Demokratike nuk është asnjërit prej subjekteve dhe konsideroj që këto dy subjekte do të jenë edhe në vazhdimsi me mundësi të përafrimit, ndërsa PDK-ja e ka gjasën shumë të vogël që të përafrohet me cilin do nga këto subjekte. Doktor, në këto zgjedhje kemi një risi që Albin Kurti e ka futur në një tjetër spirale situatën aty, sepse ka përfshirë edhe fen brenda duke kandiduar një imam
që nuk është se të paktën me aq sa njohuri kam unë, nuk është si kishte ndodhur ndonjëherë duke përfshirë dhe fenë në politik. Tani e kam fjalën për Osman Musliu, në mos gaboj, që me këtë po tenton të fusë islamin politik, po tenton të hyj atë që se bëri me politik ta bëj me fe në Drenicë. Pra, si keni parë këtë ju, se po shikohet edhe si situatë pa parashikueshme ajo që mund ndodh, ndoshta edhe si rrezik. Unë personalisht mbi bazën e analizës që ju bëj personaliteteve, ndoshta edhe për shkak të afërsisë me çështjet që kanë të bëjnë me psikologjinë e njeriut, nuk më duket asgjë e befasishme te Albin Kurti. Albin Kurti nuk ndërton koncept për me e bo vendin, por Albin Kurti ndërton koncept për ndërton skema për me bo vetin të pakontestueshëm. Është ajo sindroma paranoike, është ajo sindroma që e ka thell në bazamentin psikologjik origjinën, dhe Albin Kurti si rezultati egos së tij e ka menjanu edhe Vjosa Osmanin, si rezultati egos së tij është për të çuditur pse inteligjenca për rreth tij e cila është tepër e pak, pse edhe çaja pjesë e inteligjencës është në gjendje me duru ignorancën e Albin Kurtit dhe me bashkëvepru me ta. Kur Albin Kurti, sidomos me zhvillimin e fundit të futjes së elementeve islamike, të e pas parasysh edhe në kushtetut, edhe në përcaktimet tona praktike, jetësore, Kosova është një shtet laik, me fillu drejt për drejt, me e fut edhe islamin me thirrje të njerëzit që me një farë mënyrë distancohen nga figurat më të lavdishme historike të popullit shqiptar, që distancohen nga zhvillimet më të lavdishme edhe të periudhës fundit siç është lufta çlirimtare, që e kanë një afërsi përkatësisht që kanë një tendencë që rregullimin shtetëror të Kosovës jo ta bëjnë përmes kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në përputhje me deklarimin përkatësisht me të qenit shtet laik, por që kanë për qëllim të fusin edhe sheriatin si mënyrë, si ligj, si rregull prise në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore në Kosovë. Kjo është degradim, kjo është rënim i shtetit Kosovës, prandaj kjo do të duhet jetë edhe njëherë një alarm që ka të bëj me qytetarët të cilët nuk do të duhej në asnjë mënyrë elementin përkatësisht thirrjet që vijnë nga Albin Kurti ti përkrahin dhe ti fuqizojnë ato. Është mirë njerëz me mendu dhe me evitu smirën që kanë kriju pa të drejtë karshi proceseve që janë zhvillu deri tani, karshi ndërtimit që është bën në Kosovë deri tani, dhe ta mundin vetveten të mendojnë racionalisht, të analizojnë objektivisht krejt të arritunat ose të mos të arritunat në periudhën 6 vjeçare, se cilës periudhë as arom shtetësie, as arom shteti, as arom përparimi nuk ka, dhe të renditen drejt e mirë në drejtim të përzgjedhjes subjekteve, cila do prej atyne, pavarësisht për asaj që unë jam tash në kodër apo në radhë të Partisë Demokratike të Kosovës, pse jo edhe në subjektet tjera tradicionale të cilat veç kanë shënu tendencën e reformimit të tyre që shkan në përputhje me kërkesat e kohës, pse mos përcaktohen edhe për ato. Prandaj, e vetmja pengesë në krejt këtë proces është një herë për gjithmonë. Do të me kuptu qytetarët e Kosovës, Albin Kurti është rënusi i dashnisë midis shqiptarëve, është rënusi i dashnisë dhe kohezion midis pjesëve shqiptare të mbetuna në shtetet fqinje si rezultat i glabërimit që ato e kanë bërë. Është rënusi i relacioneve midis